nuk jemi në vitin 2025 në fillim të vitit, nuk jemi në 9 shkurt kër i kishim vetëm 48 deputet, i kemi 53, do më thonë, por pas një dyshim, për kundër që jemi me 53 deputet, ne kemi gatishmërinë e njëjtë për të bashkëpunuar me LDK-n, por edhe me opozitën në përgjithësi, por me LDK-n siç kemi qenë të gatshëm para 4 muajve. Tash, nuk duhet më bëu metoda më e rëndësishme se procesi. Qysh jeni përmjallon të njëjtën ofertë prapë LDK-s? Shikoj, ne duhet ulime të diskutojmë. Kryeparlamentarin edhe... Jo, nuk duhet ulime të diskutojmë, mbase nuk është kërkesë e LDK-s. Për që ne duhet me dëgju kërkesat e palës tjetër. Por, nëse ke gatishmëri për me gjithë zgjidhje, unë besoj shumë që ka mundësi. Ne kemi qenë edhe konstruktiv, edhe kreativ, edhe do t'jemi edhe kreativ, se në fundit, negociatat në mes të partive politike, do t'jenë, le themi, negociatat mirëfillta, të argumentohen, le themi, qëndrimet, edhe do t'gjendet një zgjidhje. Por nëse je betonu në pozicionin për me pa mundësu... Sështë e betonu? Ja, herën e kalume ka qenë. Aktualisht duket bile LDK-ja, jo që sështë e betonume, për që më thonë është... Këtë ka një qasje tjetër. Jo, herën e kalume ka qenë, po flasë për herën e kalume. Ne kemi një, sepse e thash, ne kemi 16 muaj, me 3 polë zgjedhje parlamentare e 1 polë lokale me 2 rondën mes, pothuajse të pakuptimta. Të pakuptimta. Kemi 30 milion euro të shpenzuara për 3 procese, krejtësisht pa nevojë. Mos harrojmë, LDK herën e fundit e ka pasur synim maksimal të domosdoshëm quarje në vendin në zgjedhje. Unë jam i bindur që zoti Abdigjiku herën e kaluar personalisht madje ka pasur tepër të rëndësishme që të dështojë zgjedhja e presidentit, sepse ka konsideruar që me një proces zgjedhor të radhës, me zonin Osmani në taborin e tij e përkundër vetëvendosjes, edhe me një momentum të tillë ku ka llogaritur që Mërgata nuk mund të jetë shumë e pranishme në Kosovë, lëvizja vendosje pëson humbje dhe LDK ngritet. Por rezultati e dëshmoj të kundërten. Por po them që qëndrimet e partive politike në mos të madhe varen edhe nga analiza, le themi, e situatës në kuptimin e mundësive ose të rreziqeve për vetë partinë politike. LDK-i në kaluar ka besuar që këto zgjedhje janë në të mirën e saj. U dëshmu që ka qenë gabim. Tash unë nuk ja di analizën zotit Abdigjiku aktualisht. Por nëse e lexon rezultatin e zgjedhjeve të fundit, do duhet të reflektoj dhe të ulet në tavolinë dhe ta gjejmë një zgjidhje. Po e them, domethënë, lëvizja vendosje nuk po kërkon vot prej opozitës blanko për një emër të vendosjes. Lëvizja vendosje po thot, LDK si ka ofruar, përkundër që s'na janë dashur për ta krijuar qeverinë dhe për ta mbajtur qeverinë e këmbë. E janë në qeveri. Po mundësos zgjedhjen e presidentit, se s'arrin dot vet. Merre kryetarin e kuvendit, mundësos zgjedhjen e presidentit, se nuk arrin dot vet. Ka refuzu. I them edhe propoza emra ka refuzu. Tash nuk e di cila është kërkesa e LDK-s. Mbrëmje dëgjova pak zotin Aziri, tha ne nuk kërkojmë as pose, por nuk do të bëhemi pengesë. Do të thonë mekanizmi bllokimit nuk duhet me le të themi me vazhdu më, sepse u pa që ka qenë i padobishëm. Nëse vërtet është kështu, unë jam optimist që do të gjendet një zgjidhje. Nuk do të dështoj zgjedhja presidentit për shkak të vetëvendosjes, sepse s'ka dështuar as herën e kaluar. Jo, nëse për shembull ju keni problem me bëni marrëveshje me LDK-n, a ne kupton se sikur herat të kaluara ju përjashtoni çdo mundësi për ta shti PDK-n në proces? Tash po e them qëndrimin tim personal. Por megjithatë po referohem veprimeve tona në 4 muaj të shkuar. PDK-s kemi ofruar kryetarin e kuvendit. Nuk i kemi ofruar ministri. Unë besoj që... Po dhe partisë më të madhe i keni ofruar kryetarit të parlamentit. E partisë më të vogël edhe 4 ministri edhe kryetarin e parlamentit. Kjo për mu ka edhe një... Që i bie se ju s'doni me vë marrëveshje me ta? Jo, me PDK-n bashkëqeverisje nuk kemi dashur dhe personalisht besoj që... A mbetet e njëjta? Po, unë besoj që nuk është as e dobishme për Kosovën. Mendoj që PDK duhet vazhdoj të qëndrojë në opozitë, duhet të shkëputet përmbajtësisht nga modeli saj qeverisës e keqeverisës dhe natyrisht edhe në aspektin elektoral preferenca e votuesve ka qenë që të ketë një bashkëpunim të lëvizjes vendosje me LDK. Se ka rëndësi shumë se cila është edhe preferenca e dytë e votuesve. Se këtu në Kosovë nuk merret shumë parasysh, po në sisteme zgjedhore, madje ka vende që
përveç preferencës parë, votuesve jepet mundësia me dhënë edhe preferencën e dytë. Unë jam shumë i bindur që preferenca e dytë e votuesve aktual të LDK-s është vetëvendosja. Domthonë, po të kishin mundësi me votu edhe kandidatin për kryeministër të dytin jashtë partisë së tyre, do ta votonin Albin Kurtin. Domthonë, do të më marr pak për bazë dhe prirjen e votuesve. Dhe ne besojmë që ka qenë i mundur një koalicion në vitin e kaluar me LDK-n, ka qenë i mundur një bashkëpunim në këta 4 muaj me LDK-n dhe të shmangën zgjedhjet e 7 qershorit, dhe po është i mundur që të kemi një bashkëpunim me LDK-n, por jo vetëm me LDK-n, për presidentin ka mundësi edhe me PDK-n dhe me AK-n, në kuptimin që thash, jo të bashkëqeverisjes, por qoftë të kryetarit kuvendit, qoftë gjetjes së një emri konsensual. Sepse është pak absurde, ajo çfarë kemi pa në këto 4 muaj të shkuar. Domthonë, në demokracitë parlamentare, sidomos në demokraci si demokracia e Kosovës, që është sistemi pastër parlamentar, me një sistem zgjedhor proporcional të pastër, e me 20 vende të rezervuara, ku e imponon në masë të madhe bashkëpunimin, sidomos për vendimet që kërkon 2/3 e të gjithë deputetëve të Kuvendit të Kosovës, është absurde të thuash, nuk po du me anë qeveri, po atë njëjtën kohë nuk po du as me propozu një emër për president, por të njëjtën kohë nuk po dua as me pas sukses zgjedhja e presidentit, dhe thjesht me nuk jam se sigur nuk ja kisha mundsuar me anë qeveri, po s'po vinë qeveri, nuk ta mundsoj as zgjedhjen e presidentit, nuk ta propozoj as një emër të përveçëm, domethënë çfarë po të konvenon, domethënë cila është kërkesa. Unë vazhdoj me po themi, mundu më pajtu që opozita ka kalkulu diçka tjetër, gjë që s'ju ka dalë me 7 qershor. Saktë. Po ashtu, pra, po du më pyet edhe juve. Edhe ju keni kalkuluar në diçka që as juve që ka dalë. Pra ju keni prit gjallë 1%, ju që se keni marrë gjallë 1%. Po i keni dikun 100.000 vota më pak si lëvizje vetëvendosje. A keni marrë mësime edhe ju prej 7 qershorit? Nëse, pra, po ja pranoj që LDK-ja ka llogarit shumë të Vjosa Osmani që në fund si ka dalë, PDK-ja ka llogarit që i merr 200.000 vota, i ka marrë një 37.000 më pak, po ju, a keni marrë mësim nga mungesa 100.000 votave dhe faktit që ju në votën e Kosovës ratë të 42%? Natyrisht që kemi pritur më shumë, kanë qenë gjitha arsye natyrisht që të kemi rezultate më të mirë, po pjesëmarrja e ulët në zgjedhje për shumë arsye natyrisht që e ka ndikuar edhe këtë gjë. Por nuk është çështja e mësimit të nxënë, se për ne nuk do të shkonim në këtë zgjedhje. Për ne kemi pasur vota të mjaftueshme herën e kaluar për qeverisë. Dhe edhe kësaj here, vërtet ne kemi hyrë në fushat le të themi me shpjegimin që nuk mjaftuan 51.1%, mbasi mjaftojnë 60%. Po në fund të fundit partitë politike në fushat vërtet kërkojnë maksimumin për të arritur optimumin. Ajo kjo është legjitime. Ne nuk do të ishte kuptim që të hyjmë në fushat dhe të thonë që po dojmë 50% feks e për me përfundu pas